Gjëna. Spor veç dhe ishte me regu ato që ta 22... Mos t'i kthejmë temës se s'kemi kohë, po ju lutem me shumë respekt nga juve. Vetëm për që ato... Ka shumë shpifje, I kisha lutë, nëse... Ku janë dhe shkolla, ku janë dhe I kisha lutë që ato që ta 22... Po kalim të shëndësia veç ato që ta 22 shkolla jemi bindën që Enver Hoxha, Ministri Arsimit, një 15 ja ka pru. Hoxha, Enver Hoxha, pastaj do dalë një sa përket shëndësisë dhe mishëve sociale, unë përdu me i thonë diska. Na kem nevojt me siguru një shtrijet e infrastrukturës edhe në për fshatra, që janë të mbyllëra, nuk kanë kohadra. Tjetër, shërbimi ginekologjisë duhet me konë me maternitet, me lindje, se i kem 70.000 banor. Edhe kësot nuk kryen. E ku po atë ditën një emision ti që i ke bo me Zotin Bulliqi, shkone në atë urgjencë, edhe qëtë kandidatin për asamblej komunale që e ka sot, e thetë kem kohadra, kem diçka. O, ves një specialist urgjencës e ka të. Ajo është shumë e mirë, ajo urgjenca. Po, si sa interesant. Doktori është ma i thirrur aty për të folur. Po dhe im shëndetësi, një 17 vite, edhe me hartu se aty në politika më shëndetësore, me dhëmë drejten. Po du me thonë një diçka. Nëse flosëm sot për dërtesën urgjencës, dikush e mërë që nave, ja kemi noti. O, jo bre, o, kem dëshira tu me pas edhe një specialist urgjencës. Kush ju që ja keni ndalë? Po, a? Kush, si tha, ju nena... Dikush e interpreton ato sikur na, po kemi noti pse ka bo kë. O, jo bre, po prioritet, bi prioritet, duhet me i drejtu Ministrisë Shëndetësisë për kodra deficitare që i ka munges për me aleju specializimeve. Edhe me men që i marrin specializimet me pas kontrol, shkrum studenti që 10 vite ka me punu. A dita e ke po kandidatin Asamblesë Komunale që sot në listë, që nuk ka mjek specialist i urgjencës, edhe ka laboratorë që s'ka specialist biokimisë, që analizat nuk përputhen në një laborator, o letë bëhet bre objekti, sa tu ka pare, ka tender, gjitha tu. Po pa kodër, s'munesh me punu. Ka përgjithsi. S'ka fokus në kuadrë. Po jo. Nëse sërë një urgjencë, me punu minimum do të 4 specialist urgjencës. Ti po du nuk është infrastrukturë është potencial. S'ka kriju kapacitetin njerëzore. S'ka potencial. Për urgjencë s'ka potencial. Spitalin kanë potencial. Që kontravers krejt. A për pyetje, vese lidhër me spitalin... Kush ka premtuar spital? Tash e shef do diskutojmë prapë. Po duhet edhe këtu mu ndërhyjun edhe pse s'jam pej fushës shëndetësisë, po tash ju e pi leksione vëllorën këtë. Ja, desta me lisë tash ka le besa të spitali. Unë po them që duhet më kriju spitali, pa diskutim. Çfarë spitali? Spitali i përgjithshëm. Por me kon spitali i përgjithshëm, thash duhen 7 shërbime. Edhe emergjenca, duhet edhe laboratori, edhe radiologjia, edhe shërbimi internistikës, edhe kirurgjia, edhe ginekologjia dhe pediatria. Për me posa shërbim duhen ka 3 mjek specialist minimum për me kon shërbimin 24 orë. Po jo si